Jemi këtu në këtë ambient ku po zhvillohet forumi shqiptar i udhëheqjes me pastor Driton Krasniqi nga Kosova, i cili është pjesë e stafit organizativ të këtij forumi treditor që po ndodh në qytetin e Durrësit. Përshëndetje pastor. Përshëndetje. Faleminderit për kohën tënde për këtë intervistë. Faleminderit shumë për interesimin tuaj. Pastor Dritoni, cili është mesazhi që ju dëshironi të përcjellni përmes këtij forumi? Faleminderit shumë. Para se gjithashtu nëse më lejon vetëm pak shkurtimisht të jap një përmbledhje të çfarë forumi shqiptar i udhëheqjes është. Tani forumi shqiptar i udhëheqjes është një nismë që ka buruar nga forumi evropian i udhëheqjes që çdo vit mbahet në Poloni. Aty rreth 1000 drejtues të krishterë nga mbar Evropa, të profileve të ndryshme, por të denominacioneve të ndryshme, në pozita të udhëheqjes mblidhen çdo vit në një konferencë, në nivelin e konferencës, për të shfaqur pikpamjet e tyre dhe gjithashtu edhe për të mësuar. Forumi shqiptar i udhëheqjes synon të arrijë të njëjtën gjë, pra është i njëjti model që aplikohet sikur në forumin evropian të udhëheqjes. Dhe në këtë kuadër ne synojmë që të mbledhim rreth e qark këtu në Durrës tani për disa vite me radhë drejtues të kishës shqiptare në Shqipëri dhe në Kosovë, në Maqedoni, por dhe nga diaspora, për 3 ditë ne të bohemi, mblidhemi, diskutojmë, flasim për çështje të ndryshme që i përkasin udhëheqjes. Për nga mënyra, për nga struktura, për nga forma organizative, është një forum tjetër për një konferencë tipike që organizohen çdo herë. Për faktin se nuk është thjesht një formë e ligjëratës, ku ne gjithë jemi spektator, por mbahet në formën, është e organizuar në formën e rrjeteve. Dhe të gjithë pjesëmarrësit që vinë janë pjesë e rrjeteve. Ekzistojnë rreth 10 rrjete po thuhet çdo vit dhe aty ata ndajnë përvojat e tyre për lëmi të caktuara, për tema të caktuara. Po, besoj që reagimi i pjesëmarrësve ka qenë i lartë dhe keni pasur një fluks pjesëmarrësish. A besoni se do të ketë impakt ky forum tek ta? Ne çdo vit në të vërtet ne po detyrohemi që regjistrimet të bëjmë në formë të aprovimit për shkak të interesimit shumë të madh. Pra po them, dhe mbase arsyeja pse kemi një interesim të tillë është se dallon për nga një konferencë tipike. Këtu ne synojmë që të japim pikpamjet tona, ne mësojmë nga njëri tjetri dhe shpesh ndërsa ne ndajmë përvojat tona, ne mësojmë dhe ndërsa mësojmë ne ndajmë po ashtu përvojën tonë. Dhe ky rreth është ai që e bën mjaft unik si formë. Dhe prandaj interesimi i drejtuesve në Shqipëri, në Kosovë për forumin shqiptar të udhëheqjes është mjaft i madh. Dhe kjo na inkurajon, kjo na nxit, kjo na motivon, kjo na bën që të japim shumë më tepër nga energjitë tona. Ne të gjithë japim, ne të gjithë jemi vullnetarë, ne të gjithë jemi nikoqirët janë vullnetarë dhe mysafirët janë vullnetarë, ne gjithë bashkërisht jemi mysafirë dhe gjithë bashkërisht jemi nikoqirë. Po personalisht për ty, duke qenë pjesë e stafit organizativ të këtij forumi, si ka qenë për ty përvoja në organizimin e gjithë kësaj? Është një punë mjaft e gjerë në fakt, është një punë një volumi kaq të madh të përfshirjes, gjithsesi barra më e madhe e organizimit bie mbi stafin, mbi njerëzit që janë në Shqipëri këtu, për shkak se për kaq vite me radhë organizohet dhe mbahet këtu në Durrës, në hotele të ndryshme, në ambiente të ndryshme këtu në Durrës, dhe organizimi kërkon shumë detaje, kërkon shumë njerëz, por ne ato që duhet të them edhe këtu tek ju, ne jemi për herë mirënjohës gjithë atyre vullnetarëve që vinë edhe që ndajnë nga koha e tyre. Madje, atë që do ta them edhe këtë është vullnetarët jo vetëm që marrin pjesë këtu, jo vetëm që ndajnë kohën e tyre dhe që nuk paguhen për punën e tyre, ata vinë edhe paguajnë edhe pjesëmarrjen. Dhe kjo është ajo pjesa që na ka bërë shumë të bekuar me punën edhe me angazhimin. Prandaj, sot ne të gjithë jemi shumë mirënjohës vullnetarëve, shumë më tepër se askujt tjetër. Edhe në fakt, ndoshta jam i fundit që duhet më falënderu për një gjatë. Keni mësuar dhe nga eksperienca në çdo vit për organizimin, apo jo? Çdo vit tregon atë pjesën e vet.
Po, në çdo vit mbledhemi, çdo vit ne bëjmë analizën e gjërave që çfarë ishte mirë, çfarë nuk shkoi aq mirë. Pjesëmarrësit, ne po ashtu marrim opinionet e pjesëmarrësve. Çdo vit, pas çdo sesioni, pas çdo seminari, pas çdo rrjeti, pjesëmarrësve kërkohet që të bëjnë një vlerësim dhe ndahet një fletë vlerësimi për folësit, për pjesëmarrësit. Njëra ndër pyetjet më të rëndësishme në gjitha formular është nëse ata kishin kohë të mjaftueshme për pyetje dhe nëse kishin kohë të mjaftueshme për pjesëmarrje. Dhe kjo është çfarë e bën pastaj këtë kaq unik dhe ne në fund çdo herë të bohemi, bashkohemi bashkë, bëjmë një vlerësim dhe shikojmë gjithmonë mënyrën si ta përmirësojmë, si të mësojmë nga gabimet tona, si ta bëjmë herën tjetër më mirë, në mënyrë që si rezultat të dalë ashtu që kisha, drejtuesit të jemi në këtë vit më mirë se vitin që shkoi, vitin tjetër me shpresën që të jemi akoma më mirë se këtë vit. Po, pastor, si e shikoni gjendjen e udhëheqjes në kishën e Kosovës? Ne kemi ka shumë nevojë që të mësojmë më tepër, ne kemi ka shumë nevojë që të jemi udhëheqës që i jap gjithmonë dhe natyrisht jetojmë në një botë kur ka shumë nevojë dhe për udhëheqës dhe ka shumë nevojë që kemi udhëheqës që drejtojnë mirë, udhëheqës që japin nga vetja tyre dhe mbi gjithçka ne kemi nevojë që mësojmë nga udhëheqja e Jezus Krishtit që ishte udhëheqje shërbëtore. Dhe ky është modeli që besoj që kisha e posedon nga mësimi i Biblës, e posedon nga Jezus Krishti, për dallim nga gjitha modele tjera që njerëzit, ne të gjithë i mësojmë dhe ndaj të cilëve ne jemi të ekspozuar, qoftë përmes mediave publike, qoftë përmes literaturës së gjithë njerëzit. Pra, në botën që na rrethon, një udhëheqës shpeshherë është njeriu aty i pari, i ekspozuari, ai që del, ai që nga njerë edhe ai që godet tavolinën, por Jezusi kishte mësuar komplet tjetër model. Dhe modeli që Jezusi na mësoi ishte modeli i udhëheqjes, ishte model që drejtuesi është shërbëtori në fakt. Ai duhet të veçohet për nga sa shumë shërben, jo për nga sa shumë del në pa. Po, kush mendon se janë disa nga sfidat që udhëheqja e krishterë është duke u përballur kohët e fundit? Unë mendoj që pak a shumë e përmenda këtë, dhe nëse ne ja dalim që të ndërtojmë udhëheqje të modelit biblik, unë mendoj që kisha pastaj rritet, sepse një udhëheqës i mirë do të thotë që ai prodhon po ashtu sipas llojit të vet udhëheqës tjerë të mirë dhe ky shumë fishim udhëheqësish. Pastaj e bën kishën një vend shumë më komod për të krishterët që të ndihen mirë nën udhëheqje dhe mbi gjithçka e bën që këta pastaj drejtues edhe në momenti kur dalin jashtë muret e kishës, që shpresojmë shumë që gjithmonë do të dalin jashtë muret e kishës, këta do të japin nga vetja e tyre, nga përvoja e tyre e udhëheqjes shërbëtore. Pastor, cila është një këshill që ju është dhënë ju si udhëheqës dhe e keni gjithmonë parasysh? Që të jem një udhëheqës i mirë, duhet të jem një ndjekës i mirë. Dhe kjo ka qenë këshilla që gjithmonë e kam dëgjuar, më është thënë, më është përsëritur dhe sa më shumë që është më është përsëritur, aq më shumë më është ngulitur në mendje dhe në zemër. Dhe duke qenë kështu një udhëheqës i mirë, unë duhet të jem një ndjekës i mirë. Qenërit një ndjekës i mirë, modeli i përkryer, i përsosur, i udhëheqjes e gjem vetëm tek Jezus Krishti. Dhe nëse unë arri në jetën time që të reflektoj këtë perëndishmëri, të reflektoj karakterin e Jezus Krishtit, që nëse unë arri që të reflektoj mësimin, parimet, gjërat që Jezusi në kishte mësuar, kjo unë pastaj besoj që më bën një drejtues sa më të mirë. Ndoshta nuk ja dal që të jem një drejtues shembullor ashtu sikur Jezusi që është. Por sa më tepër që i gjasoj atij, sa më shumë që karakteri im e reflekton karakterin e tij, kjo më bën pastaj një drejtues të mirë në relacion me gjithë njerëzit që ju shërbej. Pastor, përmes këtij forumi, si e shikoni ju bashkëpunimin me udhëheqës nga Shqipëria, me udhëheqës të tjerë nga Kosova, nga diaspora, ka një hapësirë për një vizion përbashkët?
Mendoj që vetë forumi është një vizion i përbashkët. Ne kemi, çdo vit kemi pasur drejtues nga Kosova që kanë ardhur në Shqipëri. Madje unë do thoja që është e vështirë kështu që ta them statistikisht, por gati 1/3 e pjesëmarrësve në forumin shqiptar të udhëheqjes çdo vit kanë qenë nga Kosova. Unë mendoj që në Kosovë ka njerëz që vinë dhe kanë çfarë të ofrojnë dhe ata janë të përfshirë po ashtu në ndarjen e përvojat e tyre, në mësimet e tyre, në ligjëratat e tyre dhe kjo i bën po ashtu një mundësi e artë për drejtuesit nga Kosova që të vinë dhe të ndajnë me drejtuesit nga Shqipëria. Unë mendoj që në Kosovë ne kemi drejtues që për shkak të terrenit, për shkak të natyrës së punës, kanë gjëra që përvoja e tyre mund të dallojë nga përvoja e drejtuesve në Shqipëri. Dhe kjo e bën pastaj një mundësi që drejtuesit shqiptar të dëgjojnë nga këto. Njëjtën kohë, edhe drejtuesit nga Kosova mund të mësojnë nga drejtuesit në Shqipëri, për shkak se terreni dallon, gjërat dallojnë, mënyra dallon, puna dallon, dhe për këtë arsye ka shumë gjëra që ne mund të mësojmë. Ne mund të mësojmë nga kisha në Shqipëri, ne mund të mësojmë nga format, nga mënyrat e udhëheqjes së kështu me radhë. Kështu që unë mendoj që ky gërshëtim përvojash e bën këtë forum unik. Po ashtu për nga aspekti se ne po sjellim bashk në të njëjtin vend drejtues nga Shqipëria dhe Kosova. Po, pastor, ndërkohë po ngrihet edhe një brez i ri i udhëheqjes. Çfarë shpresoni për këtë brez të ri të udhëheqjes, të paktën 5 vitet e fundit? Ku e shikoni ju këtë brez? Bota është duke ndryshuar, gjithçka rreth nesh është duke ndryshuar, brezi jon shpeshherë ne po mahnitemi me ndryshimet që janë në botë, ne po mahnitemi me gjëra që na rrethojnë, duke që bota ka evoluar, kultura ka evoluar në tjera nivele dhe brezi i ri është ai brez që duhet të arrijë brezin e vet. Prandaj ne po shpresojmë që të ndërtojmë dhe të bartim këtë stafet tek brezi i ri, i cili do t'i përgjigjet nevojës për brezin e vet. Ne mendoj që në brezin ton, në sfidat, me gjërat në cilat ne jemi përballur, me hirin e Zotit ka qenë Perëndia që ka bërë punën e tij. Tani për brezin e ri që po ngrihet në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoni, gjithandej në trevat shqiptare, është një brez që po ndikohet masuvikisht nga mass media dhe nga kultura tjetërfare, ta themi kështu me dhe kjo kulturë ka nevojë që të ketë njerëzit adekuat të asaj kulture që i përgjigjen nevojës të rinjve në atë kulturë. Prandaj unë shpresoj që ky brez i ri që po ngritet, para se gjithash, do të ngritet i ndërtuar fort në mësimin e në dashurinë e Jezus Krishtit, dhe po ashtu që të ngritet fort në dashurinë, po ashtu ndaj popullit që i shërben, sepse në të kundërtën është shumë e vështirë që të ngrihesh si udhëheqës nëse nuk e do popullin që i shërben. Dhe kjo mendoj që është mjaft kritike për një drejtues i ri, për një drejtues të ri, sikur që edhe për një drejtues më të vjetër. Kështu që mendoj që këto janë dy faza, që themi, ose dy shkallë që çdo drejtues duhet t'i synoj, t'i arrijë, t'i përvetësoj dhe pastaj t'i ushtroj. Po, në fakt ne ju urojmë shumë suksese për vazhdimin e këtij forumi, 2 ditë në vazhdim, por besoj që është bërë një zakon e traditë e mirë sepse do të vazhdoj vit pas viti. Me hirin e Zotit, ne gjatë gjithë këtyre viteve, Zoti na ka sillur deri këtu, jemi të surprizuar për të mirë, me pjesëmarrjen, me interesimin dhe mendoj që lajmi për forumin tashmë është i shpërndar në kishën në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoni dhe në diasporë. Ne jemi shumë të lumtur që gati çdo vit ne në forumin shqiptar të udhëheqjes kemi pastor me origjinë nga Kosova që shërbejnë në Perëndim dhe që çdo vit tashmë ata janë pjesë edhe të këtij forumi. Gjithsesi, do të ishte më mirë që të kemi gjithmonë edhe më tepër. Natyrisht ne jemi koshient për kapacitetet e kufizuara në gjitha ambientet hoteliere kudo në Shqipëri, por megjithatë Shqipëria ofron mjaft hapësirë dhe pse jo, ky numër të rritet edhe ne të kemi mundësi që të shtojmë kapacitetet tona që të mos ketë nevojë më që të themi duhet jetë me aprovim se nuk kemi vend. Po, dhe në fakt ky forum po nxjerr në pa diçka shumë të mirë, unitetin mes vëllezërve të krishterë, Shqipëri, Kosovë, diasporë. Për këtë jemi shumë mirënjohës Zotit
Dhe unë uroj shumë që ky vend të jetë një, ato që kom quajtur vazhdimisht, një pikë pjekje e mendimeve tona dhe një pikë takim e drejtuesve që ne të mësojmë sa më tepër që ka mundësi nga njëri tjetri, nga përvojat, dhe me qenë se janë gjithë këto vite, tani në Shqipëri, në Kosovë ka një brez të drejtuesve me përvojë disa dekadeshe dhe besoj që këta kanë mjaft për danë, po ka një brez të ri që po ngritet gjithashtu dhe po ashtu dhe edhe ata, jo vetëm që kanë mjaft për të mësuar, po mjaft për dhënë gjithashtu, dhe mendoj që forumi e krijon këtë platformë në mënyrë të mrekullueshme. Të falenderojmë pastore dhe shumë suksese në punën tënde. Faleminderit edhe juve për interesimin tuaj, faleminderit për ardhjen dhe faleminderit për çdo gjë që po bëni për median, për ungjillën në Shqipëri, në Kosovë. Faleminderit.